Më shumë përmbytje dhe më pak rreshje dëbore janë ndër efektet e dukshme të ndryshimeve klimatike në vendin tonë, sipas ekspertëve të mjedisit. Tashmë me ndryshimet klimatike, me zbutjen e dimrave, me rënjet e gjithnjë më pak bore dhe shtresa e borës që është 1/4 e asaj që ka qenë historikisht, bën që sasia e madhe e rreshjeve tashmë të kalon menjëherë në trajtën e ujit dhe zbret poshtë dhe kemi përmbytje. Dhe përmbytjet do të jenë edhe më të shpeshta, edhe më të zgjatura me pasoja shumë më të rënda se sa që kemi kaluar. Ferdinand Bego shpjegon se shtresat e borës shërbenin si barrikade natyrore dhe si rezervuar ujrash, por tani këto funksione janë dobësuar ndjeshëm. Dhe gjitha këto bëjnë që një pjesë e madhe e shirave që duhet e rreshjeve që duhet të qëndronin dhe mund të mbaheshin nga pjesa e brendshme e pellgjeve ujëmbledhës, tashmë ata nuk mbajnë asgjë dhe shkarkojnë të tërën. Një pjesë e përmbytjeve thonë se vijnë edhe për shkak të menaxhimit të gabuar të territorit ndër vite. Sepse si pyet nga njëra anë dhe knetat po të ishin në pjesën e ulësirës, do të ishin dy faktorë shumë të mëdhenj amortizues dhe zbutus të pasojave nga përmbytjet. Një pjesë e madhe e tokës që dikur ka qenë tokë bujqësore, tashmë është një tokë djerë që nuk përdoret, që nuk mirëmbahet dhe për pasojë krijohen shumë xhepa që nuk merren nga sistemi i hidrovorëve dhe mbesin aty të mbushura me ujë. Por ky nuk është i vetmi shkak. Një pjesë e madhe e tokës bujqësore në ulësirën bregetare shqiptare është në nivelin e detit. Eksperti i mjedisit thekson se përballja me këto sfida kërkon politika afatgjata dhe të kushtueshme. Investimet për mbajtjen e kanaleve kullus të nivelit të tretë, të dytë dhe të parë, që të shkarkojnë sasira të tilla të mëdha rreshjes, janë minimale për të mos thënë që mungojnë një pjesë të madhe të tokës. Banka Botërore vlerëson se Shqipëria duhet të investojë rreth $6 miliard gjatë dekadës së ardhshme për të përballuar rreziqet që sjellin ndryshimet klimatike.